Qendra Kulturore e Fëmijëve nisi vitin e ri arsimor. Atmosfera festive shoqëroi ditën e parë të fëmijëve të kurseve jashtëshkollore artistike, që kanë në vizion edukimin kulturor të fëmijëve, argëtimin, kultivimin e prirjeve, talenteve, formimin e shprehive dhe shkatësive. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, flet për regjistrime të reja, aktivitetet dhe risi si kursi i gjuhës franceze. Qendra Kulturore e Fëmijëve Lushnjë fillon vitin e ri arsimor 2025-2026. Siç e shikoni dhe vetë nga atmosfera që është krijuar, ky obor është mbushur plot me fëmijë, nxënës të cilët kanë qenë pjesëtar të qendrës vitin e kaluar, por ka edhe shumë të tjerë të cilët janë rishtas në këtë qendrën. Shpresojmë që aktivitetet që kemi zhvilluar deri vitin e vjetshëm të realizohen, por të realizohen dhe ato të cilat neve kemi ndërmend si të them, disa aktivitete të reja për qendrën. Zoti Bahja u bëri thirrje fëmijëve që t'i drejtojnë Qendrës Kulturore të Fëmijëve, pasi aktivitetet e shumta të saj do t'i mbajnë larg celularëve, që është problemi kryesor i prindërve sot, por edhe do t'i ndihmojnë të krijojnë shoqëri reale dhe jo imagjinare që ofron teknologjia. Fëmijët do të gjejnë e para miqësi të reja, do t'i largohen aktiviteteve të rrugës, do t'i largohen celularit, do t'i largohen atyre lojrave të cilat me të vërtet u janë bërë si shumë të pandarat, duhet të ndajnë pak nga këto lodra dhe që gjejnë veten në kurse jashtëshkollore, në vizatim, në këngë, në piano, në valle popullore, në basketbol, në aerobi, etj. Mirë se vini fëmijë, ne ju presim.